Rasti i ri fatal nga ethet e Nilit perëndimor duke e quar në 6 numrin e personave që kanë humbur jetën në Maqedoni, njoftuan sot autoritetet shëndetësore. Bëhet fjalë për një 72 vjeçar nga aerodromi, i cili ishte hospitalizuar para 15 ditësh me pasqyrë të rëndë klinike. Deri më sot në klinikën për sëmundje infektive kanë qenë ose janë të hospitalizuar gjithsej 51 pacient, prej të cilëve 27 janë shëruar dhe janë lëshuar nga klinika. Momentalno na klinikava se 18 pacijenti, od kojih 15 su laboratorijski potvrdena vesnal infekcija nevroinvazivna forma. Për momentin në klinik janë 18 pacient, prej të cilëve 15 kanë infekcion të konfirmuar laboratorikisht me virusin e Nilit perëndimor në formën neuroinvazive, ndërsa 3 pacient janë klinikisht të dyshim për infekcion me Nilin perëndimor në formën neuroinvazive. Për fat të keq duhet të njoftoj se gjë pas dite ndroi jetë edhe një pacient. Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë sot njoftoi se do të kryejë mbikëqyrje në fermat e shpendëve për qëllime jo komerciale. Sa u përket shpendëve të egra, Agjencia për Ushqim dhe Veterinari u bën apel qytetarëve që të mos krijojnë panik në rast të shfaqjes së ndonjë shpendi të ngordhur në zonat urbane. Vëmendje e veçantë duhet t'i kushtohet rasteve kur të njëjtën zonë dhe brenda një periudhe të shkurtër vërehet një numër më i madh korbash ose shpendësh të tjerë të egra shtektar të ngordhur. Për raste të tilla duhet të njoftohet agjencia.